motja e tij, por edhe vajza e tyre e mitur. Atje kemi gazetaren Gremisa Latifi, me cilën lidhemi tani, dhe Gremisa, të lutem na trego se si ka ardhur deri te kjo ngjarje e rëndë. Përshëndetje për juve në studio dhe për të gjithë shikuesit e Klan Kosovës, po lajmërohen në këtu nga rruga Recep Kabashi, nga vendi ku u trëndit mbrëm në orët e para të mësnatës, u trëndit mbrëm nga një rast që siç e thepet i Dinda, ku një bashkëshorti ose partneri 51 vjeçar dyshohet se e thirrë me thik partnerin e tij 49 vjeçare e vajzën e mitur 12 vjeçare, plakut në njërin nga banesat që ndodhen mbrapa nesh, dhe në bazë të asaj që biseduam sigurisht me dëshmitarët, të njëjtit bën me dije që i gjithë apartamenti, domethënë, është zgjuar nga bërtimat e bashkëshortës në këtë rast, e cila ka dalur jashtë shkallëve për të kërkuar ndihmë, pra për të kërkuar qoftë ndihmën e fshinjeve, po ashtu edhe ndihmën e për të kërkuar nga ata që ta thërrasin edhe policinë për të ndërhyrë në këtë rast. Sigurisht që ne patëm mundësinë që të bisedojmë edhe me prokurorinë themelore në Prizren, me prokurorinë themelore në Prizren, ku të njëjtit bën me dije pra fitore Mehmeti Zëdhënësja e kësaj prokurorie bëri me dije dhe tha që motivet është herët për të folur për motivet, mirë po njëra ndër to mund të jetë edhe mosmarrveshjet brenda familjes, pra mosmarrveshje ndërmjet tyre kanë sjellur deri tek ky rast i rëndë që ka ndodhur pra mesnatën e mbrëmjes së djeshme. Përveç kësaj, ne patëm mundësi të bisedojmë edhe me shefin e emergjencës Hekulan Veçgishti këtu në Prizren, i cili tha që edhe nëna por edhe e bija, të dyat janë duke u trajtuar duke marrë trajtim intensiv dhe në repartin intensiv, dhe njëti bëri me dije dhe shtoi që gjendja e tyre vazhdon që të jetë e rëndë. Në orët në momentin kur ka ndodhur edhe rasti, edhe prokuroria, por edhe policia u tha që u paraqiten menjëherë në vendin e ngjarjes duke e arrestuar edhe të dyshuarin pra pikërisht këtu në vendin e ngjarjes, dhe sipas tij, domethënë dhe sipas prokurorisë pra në këtë rast i njëjtin mbi të njëjtin pra rëndojnë akuzat vrasje me tentativë dhe armbajtje pa leje. Sigurisht që zëdhënësja e prokurorisë të Prizren bëri me dije dhe tha që ndaj të njëjtit do të parashtrohet edhe kërkesa për paraburgim. Realisht këto janë disa nga detajet që mund t'i ndajmë aktualisht me shikuesit e Klan Kosovës, mirë po shikuesit sigurisht që përmes një kronike më të zgjeruar në edicionin e lajmeve në orën 20 do të informohen më shumë rreth gjithë rastit. Misa për këto detaje që na dhe nga Prizreni, dhe